Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj bashkë me stafin e tij, ku ishte edhe nën kryetari Kujtim Gashi si dhe drejtor të ekzekutivit dhe kuvendari Shkelzen Kasrati, sot kanë nënshkruar në komunë për jetimat e Ballkanit një marrëveshje me Halil Kasratin për 50 shtëpi në vlerë prej 1.5 milion euro. Me këtë rast Halil Kasrati tha se tashmë kemi nënshkruar me komunën e Prizrenit. Ai me këtë rast tha se vlen të theksohet se ky projekt ka vlerën e 1.5 milion euro. Ajo që është më rëndësishme është nënshkrimi i kësaj marrëveshje bashkëfinancimi ku do të përfitojnë 50 familje nevojtare shtëpi banimi, shtëpi të reja banimi. Janë 35 shtëpi që do të ndërtohen me një lagje, parcelën që ka nda kuvendi komunal, dhe 15 shtëpi të tjera tek familjet nevojtare që posedojnë trullin e tyre. E thash edhe në pritje në zyre, ku ishëm duke ne që kjo marrëveshje për neve si jetimat e Ballkanit është shumë e rëndësishme, besoj edhe për komunën, duke pas parasysh se jemi në njohuri, ne çdo ditë ballafaqohemi me familjet që nuk kanë strehim, po edhe nuk kanë trull se ku me ndërtu atë shtëpi. E kjo është një lehtësim i madh. Andaj në emër tim edhe në emër të këtë stafit tim kryetar, faleminderit për mundësinë, Zoti të shpërbleft. Kryetari Totaj tha se jemi mirënjohës për shoqatën Jetimat e Ballkanit dhe për Halil Kasratin që sot po punojnë për zgjidhjen e strehimit të tyre. Komuna ka ndarë parcelën për 35 shtëpi ku do të ndërtohen këto shtëpi. Aty ku bashkëpunohet ka dhe sukses. Na jemi mirënjohës dhe falenderus për shoqatën Jetimat e Ballkanit, po edhe personalisht për zotin Halil Kasrati, që kemi një partner tillë, i cili na mundson që në bashkëpunim edhe në bashkëveprim të adresojmë nevojat e kategorive të cilat nuk kanë mundësi më kujdes për vetveten, edhe të cilat rrjedhimisht më shumë i kanë nevojë. Për komunën është një projekt shumë i rëndësishëm, mirë po për përfituesit final do të jetë akoma më e rëndësishme që të gjendet zgjidhja për strehimin e tyre. Normal, komuna ka dhënë kontributin e vet përmes ndamjes së parcelës ku do të ndërtohen 35 shtëpi. Fatmirësisht 15 familje kanë pas mundësi me nda lokacionin, kurse normal komuna jep edhe një kontribut financiar, po pjesën më të madhe ka shoqata Jetimat e Ballkanit, edhe mendoj që kjo është një indikator apo një treguese aty ku bashkëpunohet, gjithmonë ka rezultate dhe ka projekte më serioze, të cilat në instancë të fundit kontribuojnë për adresimin e nevojave elementare të familjeve që janë në nevojë edhe që nuk kanë mundësi me kujdes për veti. Përveç një konteksti ligjor, kjo është një tregues i një niveli të vetdijes në aspektin human, në aspektin social, sepse tek e fundit gjithë jemi njerëz edhe kemi obligim për njëri tjetrin pa marrë parasysh pozitave që për momentin mund t'i kemi. Prandaj e falenderoj zotin Halil Kasrati, edhe rikonfirmoj që ne do të jemi të gatshëm që edhe në periudhat e ardhshme të bashkëpunojmë për të adresuar nevojat tjera. Ju falenderoj. Ja vlen me cek që ky bashkëfinancim ka vlerën 1.5 milion euro. Zoti ju rujt. Gjatë vizitës në selinë e shoqatës Jetimat e Ballkanit, kryetari Totaj ka përshëndetur edhe pleqet e kësaj shtëpie dhe u ka uruar shumë të mira dhe shëndet atyre banorëve. Natyrisht edhe na si komunë për aq sa kemi mundësi do të japim kontributin tonë që për territorin e komunës Prizrenit në bashkëpunim me Jetimat e Ballkanit të japim një kontribut, i cili kontribut si mbas gjitha gjasave për ata që janë përfitues do të jetë punë e madhe, sepse do t'u zgjedhim problemin e banimit, kurse juve ju dëshirojmë të nini veten jo veç mirë kështu fizikisht, po edhe të lumtun, sepse përveç tjerash me njëri tjetrin kur komunikoni, kur kontaktoni, kur e keni kujdesin ditor, kur e keni edhe kujdesin shëndetësor, është një farë stabiliteti që ju mundson juve me një veten mirë, edhe për ato do një mja ditë për njerë Halil Kasratit, një humanist i madh, i cili e ka tregu veten me vepra e jo me fjalë. Unë ju dëshiroj shëndet të mirë, ju dëshiroj të nini veten mirë, dhe ju dëshiroj sa ma gjatë t'jeni këtu, edhe të rikonfirmoni që kujdesi i tregum po jep rezultatet e nevojshme edhe të pritshme. Gjithmonë gjithat mirat për juve edhe për Halilin.
Unë përveç që jam deri qytetit të komunës Prizrenit, jam i lindur, jam prizrenas, edhe natyrisht, normalisht, kënaqësia është më e madhe. Mirë që ju kemi gjetë.